le të themi, në këmbë, kur përfundoi e gjithë ceremonia. A ke zbuluar diçka se për çfarë mund të jetë folur? Nga mediat amerikane nuk ka patur në një referencë mbi atë se çfarë mund të jetë diskutuar. Megjithatë, edhe përpara këtij takimi, unë tentova që të marr informacion nga zyrat për mediat respektive të presidentes Kosovës dhe të kryeministrit të Shqipërisë, por deri tani nuk ka detaje erla se mbi çfarë ata mund të kenë komunikuar shkurtazi. Ju e përmendët në hyrjet e emisionit tuaj fjalimin e kryeministrit të Shqipërisë Edi Rama, që me gjas ndoshta do ta keni edhe pjesë të pyetjeve, ndërsa për sa përket rolit të presidentes Osmani, ajo u përmend vetëm një herë nga zoti Trump gjatë kohës kur ai po rendiste rastit kur ka ndërhyrë për të ndihmuar nga lufta në paqe dhe ju referua këtu edhe një marrëveshje mes Kosovës dhe Serbisë, duke e ftuar zonjën Osmani të ngrihej në këmbë dhe duke i thënë asaj se sa herë që ajo dhe presidenti i Serbisë nuk do të merreshin vesh, ajo mund ta telefononte pra presidentin Donald Trump. Ndërsa për sa përket zotit Rama ne pam fjalimin e tij. Po, fjalimin e ndoqëm, Klementina, dhe në fakt ishte një fjalim i fortë, sa i takon asaj që tha për gjykatën speciale të Hagës, për liderët e UÇK-s. Tani, si është komentuar kjo deklarat e kryeministrit Rama? Ka patur ndonjë jehon në media atje apo jo? Pra si është pritur, se të mos harrojmë që gjykata speciale është një gjykatë e ngritur e mbështetur nga ndërkombëtarët, nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian njëkohësisht. Edhe financiarisht dhe jo vetëm. E drejtë Erla, megjithatë pak të mediat kryesore deri tani nuk kanë patur një analizë të këtij fjalimi, nëse më lejon vetëm 3 elemente kryesore do të rendisja unë se çfarë kanë raportuar, pothuajse të gjitha mediat amerikane një zëri, sigurisht mbështetjen financiare, fakti nëse bordi i paqes do të jetë një sfidë apo do ta lërë në hije organizatën e Kombeve të Bashkuara, edhe çështjen e Iranit që ka qenë gjithashtu kryelajm kur presidenti Donald Trump vendosi një afat ditor ndaj Iranit për të arritur një marrëveshje mbi programin bërthamor, për ndryshe rrezikon veprimin ushtarak. Sa përket fjalimit, pyetja që unë do të mendoj që mund të shtrohet një është nëse Shqipëria ka qenë e koordinuar me Kosovën mbi atë mesazh të drejtë për drejtë që dha kryeministri Edi Rama në takimin e sotëm. Kur thua e koordinuar, besoj e ke fjalën që do ta thoshte Rama dhe Vjosa Osmani, pra kanë koordinuar njëri me tjetrin. Se kush do ta bënte atë deklaratë apo? Dhe përmbajtjen dhe fakti nëse do të ishte kaq e drejtë për drejtë. Dhe nëse do të ishte gjithashtu aq e drejtë për drejtë. Dhe Erla, ajo çfarë mua si gazetare më ran sy ishte që gjatë fjalimit të tij, zoti Rama përmendi edhe termin inshallah, përmendi edhe termin për hir të Zotit 2 herë me radhë. Po, njëra pas tjetrës ishin, po. Më vjen e drejtë, përse më bën mua përshtypje termi për hir të Zotit, një term sigurisht që lidhet me fen, sepse sidomos gjatë kohëve të fundit, në muajt e fundit, feja ka marrë më shumë vëmendje në administratën aktuale amerikane dhe gjatë ditëve të fundit një sër mediash madje kanë raportuar dhe për faktin që një seri takimesh në zyra institucionale bëhen, pra ka një vëmendje, bëhen lutje, përdoren termat për hir të Zotit apo termat të tjerë që i referohen fesë. Ndoshta unë e kam gabim, por nuk mund të mos i lidhja këto 2 element. E citoj, zoti Rama thot për hir të Zotit, zoti president, le të bëjmë diçka përpara se si shtoni ju dhe ai, gjëra shumë të këqija mund të ndodhin sërish. Dhe çështja tjetër që ju përmendët, pra roli që synon të marrë Shqipëria në kuadrin humanitar, duke u shprehur do të ishte e privilegjuar nëse do të vendose që të kishte një godin, një lloj ndërthurje godinash për fëmijët në nevojë dhe që sipasi do ta kthente shtimin në një lloj shprese. Sa përket të Shqipërisë Erla, ashtu sikur si ishte bërë e njohur, Shqipëria dhe Kosova do të kontribuojnë me trupa në gaz mes 5 vendeve të tjera, mes Indonezisë, Marokut, Kazakistanit. Disa vende e kanë bërë tashmë publike se sa do të jetë numri i trupave që do të dërgojnë. Unë kam komunikuar përpara kësaj lidhje me ju me zyrën e kryeministrisë
të zotit Rama, me zyrën e kryeministrit e Rama mbi numrin, por më është thënë se deri tani nuk ka një numër të trupave që do të dërgohen, apo se kur do të bëhet një gjë e tillë. Unë citoj çfarë thot kryeministria, Shqipëria do të kontribuojë me trupa në gaz për të mbështetur garantimin e sigurisë dhe të rendit. Takimi sotëm shënon një moment me peshë diplomatike për Shqipërinë, duke vendosur vendin tonë mes anëtarëve themelues të një nisme të re ndërkombëtare për paqen me fokus të veçantë gazet. Shqipëria ka konfirmuar një rol aktiv duke rreshtuar krah vendeve që synojnë të garantojnë siguri edhe rend pas konfliktit. Ky pozicion forcon profilin e Shqipërisë partner besueshëm në çështjet e sigurisë ndërkombëtare si dhe një vend që merr përgjegjësi konkrete në arkitekturën e re të paqes. E kuptoj. Klementina, si vijon agenda e kryeministit Rama në Washington? Ke mundur të mësosh diçka? Nëse do ketë takime apo jo? Apo mbyllet këtu me këtë ceremoninë e sotme të Bordit Paqes? Po edhe këtë mund ta konfirmoj zyrtarisht Erla, vizita e zotit Rama, udhëtimi i tij ka qenë rigorozisht e lidhur me Bordin e Paqes. Ai mund të ketë patur takime në korridoret e Institutit Paqes në kuadër të pjesëmarrjes së tij, por udhëtimi ka qenë strikt e lidhur me Bordin e Paqes dhe kryeministri Rama e lë sot Washingtonin, pra kthehet në Shqipëri. Pra kthehet në Shqipëri. Mirë, Klementina, të falenderoj shumë për këtë lidhje dhe për informacionet që ndave me ne. Punë të mbarë. Shumë faleminderit. Faleminderit. Ndjekim pak materialin, pjesë nga fjalimi i kryeministit Rama në Bordin e Paqes dhe çfarë ndodhi aty.